Big Mama, këngëtarja e njohur shqiptare, ka bërë një nga rrëfimet më të sinqerta dhe emocionale të jetës së saj. Gjatë një interviste, ajo foli padorashka për dashurinë që nuk e gjeti ashtu siç e kishte ëndërruar, lidhjet që sot i konsideron të gabuara, sakrificat që ka bërë për të tjerët dhe vështirësitë për t'i thënë jo njerëzve. Teksa po fliste për dashurinë, Big Mama u shpreh se pas humbjes së nënës së saj, kuptoi se nuk e ka dashur njeri. Ajo shton se ka kuptuar se gjithmonë e kanë dashur o ta shfrytëzojnë ose për interes. Kam pasur gjithmonë lidhje të gabuara. Tani në moshën 40 vjeçare, unë po kuptoj, duke e lidhur dhe me pjesën e humbjes së nënës. Unë dala dhe pash se kush më do dhe kush nuk më do, dhe kuptova që nga të gjitha lidhjet e mia apo njohje që kam pasur, mua nuk më pas ka dashur njeri. Big Mama nuk e ka dashur asnjë njeri. Gjithmonë kanë dashuri diçka tjetër nga unë. Kanë dashur o të më shfrytëzojnë, se di, gjithmonë ka patur diçka me prapavi apo me interes. Asnjë njeri nuk më ka dashur, tha këngëtarja e dashur për publikun. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.